Të nderuar shikues, ju përshëndes, jemi në transmetim të drejt për drejt nga palestra 13 qershori në Tiranë, ku për pak qaste do të nisë dueli i vlefshëm për xhiron e dytë në Pro Credit Superligën e basketbollit tonë në mes të PS e Go Plus PS e Golden Eagle Yllit. Sot skuadra e Go Plus PS është skuadër vendase në këtë përballje për shkak se palestra Karagaçi është ngarkuar me zgjedhjet lokale në vendin tonë. Gjithsesi, presim një duel interesant në mes të këtyre dy skuadra. Kujtojmë që Go Plus Peja në xhiron e parë arriti fitore në Minatorin ndaj kampionës Trepçës me rezultat 86-80, ndërsa Golden Eagle Ylli pësoi në shtëpinë këtë palestër nga Sigal Prishtina me rezultat 78-76. Po shohim përbërjen e PS. Ky është rosteri pejanëve për këtë ballavaçim: Shoshi, Çallaku, Riz, Thomas, Allen, Bashic, Gashi, Morina, Shala, Ahmeti, Hoffman e Erion Kastrati. Trajner i pejanëve Gregory Gibson. E përbërja e Golden Eagle Yllit është kjo, të nderuar shikues. Në fakt ishte përbërja Golden Eagle Yllit, përbërja e PS, Mala, Green, Johnson, Berisha, Hendon, Fulleton, Edward, Sajdari, Armstead, Demaj, Salabegolli e Nila. Pra trajneri PS Gregory Gibson, trajneri Golden Eagle Yllit Fotis Takianos. Peshët startuese për PS startojnë Mala, Green, Johnson, Dardan, Berisha e Hendon. Ndërsa rosteri i Golden Eagle Yllit është ky: Shoshi, Çallaku, Riz, Thomas e Allen. Kujtojmë që këto dy skuadra sezonin e kaluar u takuan në kuadër të play-offit në çerek finale, ku tutje pati kaluar Go Plus Peja me seri prej 2-1. Gjithçka është gati për fillimin e këtij ballafaqimi. Kujtojmë që sonte nga ora 19 zhvillohen dy duele tjera. Vllaznimi Trepça, që për shkak të palestrës së zënë Sani Nushi do zhvillohet në Minatori. E këtu në Tiranë të Bashkimi Rahoveci 0-29 nesër, duke filluar nga ora 19, Sigal Prishtina do të ballafaqohet me Borën. Nga viti 2014 gjithsejt 57 ndeshje të zhvilluara ndërmjet Go Plus PS e Golden Eagle Yllit. 31 fitore i ka Go Plus Peja, 26 Golden Eagle Ylli. Jaku është Gregory Gibson me shumë ambicje. Go Plus Peja në këtë sezon njëjtë sikurse Therandasit. Është kjo ndeshja e parë e ditës së sotme, pra të tre përballjet do të transmetohen live dhe ekskluzivisht në platformën Art Motion. Duke parë dhe kapitenin e Go Plus PS Dardan Berishën, Dardani që edhe për një sezon tjetër do të vesh fanellën e klubit nga Karagaçi. Shohim edhe qendrën Hendon. Në atë përballjen e xhiros kaluar ndaj Trepçës në Minatori, të dyja skuadrat si ekipi Mitrovica, po ashtu edhe Go Plus Peja na dhanë shfaqje fantastike, ku tek pejanët më efikasi është pikërisht kapiteni Dardan Berisha me 19 pikë, 2 kërcime, 2 asistime. E në përballjen e mes të Golden Eagle Yllit e Sigal Prishtinës, një duel i cili përfundoi në favorin e kryeqytetasve. Lojtari më produktiv tek Therandasit ishte Allen me 22 pikë, 3 kërcime e 2 topa të vjedhur.
Kjo përballje do të drejtohet nga Xhelal Mumini, Arjan Thaqi, Besim Vitaku. Në këtë moment tani pritet që të nisë përballja. Rivalitet i jashtëzakonshëm viteve të fundit në mes të këtyre dy skuadrave. Luftë për top dhe aksioni i parë është i Go plus Pes. Dardan Berisha. Ja, ky tentim ka distanca nuk ka shërim. Po kërceu atje Herndon, edhe një gjuajtje tjetër më i larti në kërcim të Therandasit ishte Rhys Allen. Aksioni i pari Therandasve. Rhys Allen gjuan për 3, nuk ka shënim. E merr topin kapiteni Go plus Pes Dardan Berisha. Ja, pasimi në thellësi, ngulitja atje nga Herndon. I pandalshëm atë tentim për të finalizuar me shënim aksionin e pejanëve. Thomas, sot luan ndaj skuadrës e tij njëjtë sikur se Lidh Shoshi e Arjan Çollaku. Dardan Berisha. Tentimin nga distanca dhe është dreshe nga Herndon. 5-0 rezultati, të gjitha pikët deri tash i ka shënuar Herndon. Thomas. Larry Thomas, gjuajtje pasakte ti Herndon, kërcen merr topin, nisën pejanët. Herndon heziton që gjuaj nga distanca, vendos për deportim dhe shënon. 7-0 rezultati për pejan, gjitha pikët i ka realizuar Herndon. Larry Thomas. Ja, kjo gjuajtje. Vazhdon aksioni i Therandasve. Larry Thomas. Tentimi për 3 nga Arjan Çollaku dhe shënim me gabim personal realizon Rhys. 7-2 rezultati. Kërceu këto Joe Rhys ishte i vendosur për të realizuar. Largohet Shoshi në lojë Gzim Morina. Shohim sa do të jetë i sakt. Joe Rhys. Dardan Berisha. Dardan Berisha për 3 provon, është i sakt. 10-2 rezultati. Allen. Gzim Morina. Larry Thomas ka ndërhyrje të parregullt nga Musab Mala. 3 minutat e para kaluan. Ta shohim edhe njerë përpjekjen për të liruar atje Larry Thomas dhe fondin e shkaktuar nga Musab Mala. Musabi që do të largohet nga loja. Tani është momenti i Malcolm Armstead. Edhe Armstead luan ndaj ish skuadrës së tij. Larry Thomas. Larry Thomas lirohet, provon me tabel dhe shënon. 10-4 rezultati.
Johnson. Shpejt lëviz topi, Dardan Berisha provon. Tjetër tentimi kapitenit Pejan për të realizuar nga distanca i pasaktisht, mbetet 10-4 rezultati. Larry Thomas. Pasimi gabuar. Topi do tjetë për gol plus Pejan. Tek Pejanët këndon 7 pik, 3 pik të tjera i ka realizuar Dardan Berisha. Ndërsa te Golden Eagle Ylli nga 2 pik rrise Thomas. Ja tani kë tentim bukur vepron atje Johnson që shënon piket e para, 12-4. Gzimorina. E ka bërë gjuajtje nisët Johnson. Johnson ka ndërhyrje të parregullt. Që nga fillimi është në përsi gol plus Peja. Vetëm 4 pikë të realizuar nga Therandasit. Pasimi ka buar nga Dardan Berisha. Nisën vendasit. Allen. Gzimorina, edhe një tentim nga Gzimorina i pasaktisht. Topi do tjetë për gol plus Pejan. Kthej topin e loj Johnson. Armstead. Dardan Berisha. Malcolm Armstead. Ja tani mundësia e mirë atje për Edwards, i cili bukur lirohet gjuan duke shënuar për 14-4 në favorin e Pejanve. Gzimorina për Arjan Çollakun. Çollaku shkon deri në fund, është ndërhyrje e parregullt nga Edwards. Personalja e pare lojtarit me numrin 7. Cesar Edwards. Përboj e ti në NBA me Oklahoma City Thunder. Në vijën e gjuajtjeve të lira, Arjan Çollaku i pasak në tentimin e parë. Vetëm Rhys Thomas deri tash kanë shënuar te Golden Eagle Ylli. As herën e dytë nuk shënon Çollaku. Mbetet 14-4 rezultati. Dardan Berisha. Edwards. Armstead, bukur lëviz. Pasimi është i gabuar, topi shkoi vetëm deri tek Rhys. Topi do tjetë për Therandasit. 4 minuta e 43 sekonda. Lojë mbetur në qerekun e parë. Kjo është përsia më e lartë e Pejanëve, pra prej plus 10. Larry Thomas. Tani kjo përpjekje e Allen, i cili faulohet. Koma nuk ka shënuar pik. Trevon Allen. është mundësi e mirë për të që të shkruhet në listën e realizuesve, i pasak në gjuajtjen e parë.
Edhe një tentim tjetër kësaj radhe i sakt pika e pare Allen, 14-5 rezultati. Johnson për Armstead. Armstead ka distanca, do me të gjuajtje, e marrin topin në Therandasit. Shtë një kërcim në mbrojtjen nga Hoffman. Larry Thomas. Gzimorina. Hoffman me forcë atje krijon hapësirën duke arritur që të shënoj. Armstead. Edwards nga gjysmë distanca gjuan i sakt. 16-7 rezultati. Larry Thomas. Hoffman. Topin. Arti Hajdari pason për Armstead. Arti Hajdari. Johnson nga këndi gjuan i pasakt është. Niset Larry Thomas. Larry Thomas provon i pasakt me gjuajtje. Hajdari. Armstead ka ndërhyrje të pa rregull nga Arjan Çollaku. Tre minuta 13 sekonda ka mbetur lojë në çerrekun e parë. Johnson. Edwards. Tentimi i tij nuk shënon me atë gjuajtje. E ata në kundërsot me Golden Eagle Yllit. I fundit luajti me topin Arti Hajdari. Tani është momenti i Lovre Bashiqit. Hoffman. Bashiq. Ka fol shkaktuar në Gzimorinën. Loj po e shohim edhe Greenin. Taj Green, 27 vjeçari. Rikthehet në lojë në anën tjetër Joe Rees. Lojtari që deri tash i ka realizuar 2 pikë. Gzimorina i sakt në gjuajtjen e parë të lirë. Kapiteni Gzimorina që shënon 2 pikë të para në këtë përballje. 16-9 rezultati. 2 minuta 49 sekonda lojë mbetur në këtë çerek të parë. Sezoni e kaluar 7 herë u takuan këto 2 skuadra mes tyre. 3 prej atyre përballjeve ishin në kuadër të serisë çerek finale të play-offit. Deri tash te Go plus Peja, lojtari më së shumë tipik është Herndon, gjithsej të 7, 4 i ka realizuar Edwards, 3 Dardan Berisha e 2 të tjera i ka shtuar Johnson. Në anën tjetër te Golden Eagle Ylli nga 2 pikë të realizuara i kanë ris Thomas, Gzimorina e Hoffman. Një pikë tjetër e ka realizuar Allen. Përsin më të lartë deri tash Go plus Peja e patin e plus 10.
Është interesant të kësot fakti të ndëruar shikues që sezonin e kaluar 4 ndeshjet e pjesës së rregull të garave i pati fituar Golden Eagle Ylli, ndërsa në play-off më e mirë ishte Peja. Fillimisht në ndeshjen e parë të play-offit arriti fitore në këtë palestër 77-71, përpësuar dispat në Karagaq 75-66 dhe në ndeshjen e tretë në 13 qershori pejanët arritën që triumfojnë 84-79 për siguruar më pas gjysmë finalen. Shpritur ndoshta të ketë edhe më shumë shikues. Duke parë dhe statistikat e deri tanishme, 2 treshe i ka shënuar Peja, asnjë Golden Eagle Ylli. Tani do të rinis loja pas time-outit. Të rikthej topin e loj Arti Hajdari. 16-9 rezultati. Aksioni i Go Plus Pejes. Armstead. Tani pushojmë këtë tem nga distanca i pasaktisht e fletën. Vetët pa pikë deri tash. Bashic. Simi shumë i fortë nisën pejanët. Edhe një tentim tjetër as kësaj radhe nuk arriti që të realizoj fletën. 16-9, 2 minuta e 14 sekonda. Loj në qerekun e parë. Kemi gjuajtje të lira tek vija penaleve. Është Lovre Bashici, basketbolisti kroat që të thërandasat erdhin nga ekipi Zabok. I sakt në gjuajtje e parë të lirë Bashic. Pika e parë ti sot. Edhe herën e dytë realizon. 16-11 plus 5 për Go Plus Pejen. Tentimi shënon Malcolm Armstead. 19-11. Armstead që realizon piket e para. Qojtje gabuar. Duke që ka shkaktuar ndërhyrje të parregullt Edwards. Diskuton Pashic atje me Fotis Takianosin. O të kemi vetëm rivënje të topit e lojë nga Lovre Bashic. Qolaku, Bashic. Ja, qëfar pasimi atje, mirë po nuk ka pikë. Nuk arriti që të realizoj Allen. Mundur që t'ishte aksioni më i bukur deri tash në këtë përballje. Rikthehet loj Hufman. Brandon Hufman. Së mund mi kaluajtur tek ekipi Elliot. Është 27 vjeçar. Armstead, tjetër gjuajtje e tij për 3.
i pasakt është kësaj radhe. Allen. 1 minutë e 15 sekunda lojë mbetur në çerikun e parë. Lovre Bashic. Bukur atje me tabel. Arrin që të shënoj 4 pikë të Bashicit. +6 për Go +B. Narti Hajdari provon nga distanca, s'ka shënim, kërcim në mbrojtje nga Allen. Dalje shpejt për para e Golden Eagle Yllit. Allen. Bashic i lirë krejtësisht provon nga distanca, s'ka shënim. Topi shkon tek Armstead. Ja tani kjo gjuajtje i pasaktisht e pletën. Mbetet 19-13 rezultati sekundat e fundit çerikut të parë. Bashic. Çolaku. Lovre Bashic, distanca e largët, gjuani pasakt. Armstead ka ndërhyrje të parregullt nga Bashici. Vetëm 60% ka mbetur lojë në çerikun e parë. Shohim edhe një herë ndërhyrjen e paligjshme të Bashicit në Armsteadin. Rikthehen në lojë Dardan Berisha. Siguri do të provojnë Pejana që të pasojnë topin për Dardanin. Ja tani super pasim atje, ngulitje nga Herndon. Mbyllet çereku i pari për Balljes. Arriti që të lirohet Herndon duke shënuar. Ushtarët pretendojnë që akoma ka kohë përpara se të mbyllet pjesa e parë. 9 pikë nga Herndon. Katër të qintat me gjaz kanë mbetur. Apo 50 të qintat. Në gjaz këtu ka përfunduar pjesa e parë të ndëruar shikues. Skuadra Aiden qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin ti këtu, ngam ti bu. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bank me shku. Ngam ti bu. Banka për kredit. Ngoti Yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Njëzit e një me 13 pas çerekut të parë. E përsie Go +B-s që nga fillimi e 10 minutë që të parë të përballjes,
ku më së shumë t'ju dallua qendra Hendon që realizoi 9 pike, shtoi 2 kërcime me 4 pikë luajti edhe Edwards, nga 3 i realizuan Dardan Berisha e Malcolm Armstead, që të dy shënuan nga një treshe. Në anën tjetër tek Golden Eagle Ylli 4 pikë Lovre Bashiqi, lojtari më efikas. Nga ty shtuan Rhys Thomas, Gzimorina e Hoffman. Sa e përket statistikave tjera të ndëruar shikues për treshe 13-3, Peja 5-0 Golden Eagle Ylli. Plus Peja që ishte më efikase në gjujtjen nga distanca, nërse provuan mjaft gjithsejt 13 herë, vetëm 23% saktësi. I pamë dy lojtarët më efikas të çerekut e parë. Hendon e Bashiq. I pari realizoi 9 pikë, i dyti 4. Nis këtu çereku i dyti ballavaqimit. Bashiq. Gzimorina, edhe njerë Lovre Bashiq. Ja, tentimin nga distanca, treshja e parë në ndeshje për Theranda si të realizohet nga Allen. 21-16. Dardan Berisha. Gjithnje Dardan Berisha. Nuk ka shënim atje mirë, po është ndërhyrje pa rregullt në Hendon. Gregory Gibson fokusohet vazhdimisht nga regjia. Natyrisht ka sjellur tek Go Plus Peja përvojën e tij të madhe. Shumë pretendime skuadra pejane këtë edicion. Nuk ka shënim nga Hendon. Kërceu atje mori topin Hoffman, që ka tani në zotrim topin Allen. Jeti Allen, gjuajtja e tij pasakt. Kërcim në mbrojtjen nga Edwards. Musab Mala. Dardan Berisha. Dardan Berisha nga gjysmë distanca shënon 5 pikë të kapitenit Pejan. 23-16. Lovre Bashiq. Hoffman i lirë krejtësisht realizon 4 pikë të Hoffman. Plus 5 për Go Plus Pejan. Dardan Berisha. Dardan Berisha, kësaj radhe i shkurtër me atë gjuajtje nisë Allen. Gzimorina, fauli është i Dardan Berishës. Kujtojmë të nderuar shikues që përsia më e lartë e Go Plus Pejës ishte plus 10. Tani kur ka mbetur 8 minuta 23 sekonda lojë në pjesën e parë. Plus 5 për Pejanët. Kthej topin e lojë kapiteni Gzimorina. Allen. Çollaku. Lovre Bashiq. Lovre Bashiq provani pasakt. Edwards kërcim në mbrojtje, me njerë pason për Malen. Musab Mala deri në fund, blokada atje nga Hoffman, luftë për top. Do t'i takoj skuadrës së Pejës. Edhe njerë përshohem. Këtë tentim për të realizuar nga Musab Mala dhe blokadën e Hoffman. Edwards. Musab Mala nga këndi gjuan për 3. Ska shënim. Niset Lovre Bashiq. Pasimi për Gzimorinën. Ka ndërhyrje të pa rregullt. Fauli është i Edwardsit.
Zemurina realizon gjojtë në parë të lirë. Është në kotën e 3 pikëve kapiteni Therandas. Realizon edhe herën e dytë 4 pikë nga Zemurina, vetëm 3 plus për Go Plus Pejan. Kjo gjojtje s'ka shënim mirë, po është ndryrje pa rregullt në numrin 1 Skylar Flatten. Para se transferoj të Peja, Skylar Flatten luajti për ekipin Al Sadd. Tredje vjeçar është Flatten. Nuk realizon Flatten, nisët Lovre Bashic, 23-20. Vetëm 3 pikë për para, Go Plus Peja. Zemurina. Hoffman ka ndërhyrje të parregullt. Që interesant që ta shikojmë momentin e njerë në gjerim të përsëritur. Rolli shkaktuar në Hoffman, lojtari që ka realizuar 4 pikë. E ka shtuar edhe 4 kërcime. Që të gjitha kërcimet e tij erdhën në fazën defanzive. I saktë gjojtë në parë të lirë Hoffman. Herën e dytë nuk qëllon. 23-21, niset Dardan Berisha. Tani ky tentim nga distanca s'ka shënim. Kërcen atje e merr topin Shala. Çallaku. Bashic. 10 sekunda për këta aksion të Therandasve. Lovre Bashic. Hoffman i vëmendshëm nuk arrin që të realizoj super mbrojtje e pejanve. Mala, çfarë pasimi ishte ky dhe shënon Green. Pikët e para të tij në ndeshje. 25-21 rezultati. Lovre Bashic. Shala provon ka këndi, s'ka shënim asaj radhe për Therandasit. Dardan Berisha, Musa Mala si raket atje, shkon deri në fund duke realizuar. Janë pikët e para të Malës. 4 pikë rreshtë realizuara nga Go Plus Peja. Ishin 2 aksione të huqura të Golden Eagle Yllit. Asë se ta lëshoj avantazhin skuadra pejane që në 2 aksionet e fundit të Golden Eagle Yllit të aplikojnë mbrojtje të çelikt. Nuk mos lejuar ekipin kundërshtar që të realizoj pikë. Vazhdon të jetë Herndon lojtari më efikas tek Go Plus Peja me 9 pikë. Në anën tjetër te Golden Eagle Ylli më shumë të pikë ka realizuar Hoffman në gjithsej të 5, cili ka kontribuar edhe me 4 kërcime kur jemi tek kërcimet. 18 i ka Golden Eagle Ylli, po aq sa i ka edhe Go Plus Peja në asistime 7 pejanët. 5 i kanë Therandasit. Vepërsia më e lartë e Go Plus Pejas në këtë pjesë të parë shkoi deri në plus 10.
Nisët Lovre Bashic. 6+ për Go Plus Pejen. Lovre Bashic. Leri Thomas për 3 gjuajtja, nuk ka shënim. Të cilën mbrojtja nga Green. Johnson. Herdon. Musab Bala. Dardan Berisha. Dardan Berisha në ka ndërhyrje të parregullt. Është rikthyer tek pasja startuese Gregory Gibson. Kemi ndrym, rikthehet në lojë. Edwards është larguar. Green. Leri Thomas. Cili përpos Koptus Pejes në elitën e basketbollit tonë ka luajtur edhe për kampionin aktuale Trepçën. Gzim Morina nga këndi gjuan, shënon kapiteni. Tani është në kotën e 7 pikëve lojtari më efikas të skuadra e tij. Johnson për Berishën. Edwards nga distanca gjuani, pasakt me atë tentim. Lovre Bashic, pasimi përpara, aty ku është kapiteni Morina, i cili gjuan mirë, po nuk arriti që të shënoj. Lovre Bashic. Lovre Bashic ka bërë krejtësisht. Këtovi do tjetë për Pejanët. Nuk e kuptoj Dene Bashicit Hoffman, në cili as që priti pasimin. 27-24 plus 3. Go plus Peja. Johnson. Dardan Berisha. Dardan Berisha. Nuk kishte repozit të mirë për gjuajtur. E aksionin anën tjetër. Edwards me atë blokad mirë, po më pas realizon Leri Thomas. 27-26, vetëm një pik për para. Go plus Peja. Shojmë edhe njerë. Leri Thomas i vëmendshëm, Edwards e blokoi atë tentim të Arjan Çollakut. Tani kapiteni Gzim Morina është lojtari më produktiv në skuadër me 7 pikë, duke shtuar edhe 2 asistime. E te Go plus Peja më efikas i vazhdon të jetë Herndon me 9 pikë e 2 kërcime. Kjo ishte blokada e Hoffman në Musab Malën. Duke parë disa nga aksionet më të mira deri tash. Kjo ishte blokada e Edwards në Çollakun, ku më pas nga topi i kthyer përfitoi atje Leri Thomas, duke arritur që të realizoj Leri Thomas, që është në kuotën e 4 pikëve, duke shtuar edhe 4 kërcime, një asistim. Njëzet e 7-26. Armstead. Gjuan për 3, Malcolm Armstead, nuk ka shënim. Topi do t'jetë për Golden Eagle Yllin. Lovre Bashic. Gzim Morina për Leri Thomas. Leri Thomas. Çollaku.
Tani kjo përpjekje mirë, po nuk arriti që të realizoj Rhys. Aksioni është go plus 5, Armstead. Nuk ka shërim nga Edwards, shumë gabime në gjuajtje nga lojtarët e të dyja skuadrave. Merë topin Armstead, tjetër aksioni uqur nga Therandasit. Gabon në Dardan Berisha. Ja tani i lirë krejtësisht. Rhys që arrin të realizoj pa penguar. 4 pikë të ti. E përsia e parë në ndeshje e Golden Eagle Yllit. 27 me 28 në favorin e Therandasve. Armstead. E sakt është Malcolm Armstead. 29-28. Rikthejet avantazhi Pejan. Lovre Bashic. Lovre Bashic për Arjan Çollakun, i cili gjuan nga këndi. Treshe e Çollakut, piket e para të tij në ndeshje. Plus 2 avantazhi i Golden Eagle Yllit. Armstead. Johnson. Johnson arriti që tirohet nga Larry Thomas. E më pas realizoi 2 pikësh për barazuar shifrat në 31 me 31 është ky barazimi i parë në ndeshje pas atij fillestar të startit e përballjes. Lovre Bashic. Tjetër pasim i mirë ka ndërhyrje të parrekullt. Kemi gjuajtje të lira nga Joe Rhys. Lojtari që i ka 4 pikë të shënuara, ka kontribuar edhe me 4 kërcime e 2 topa të vjedhur. Barës 31 rezultati. Isak në gjuajtje parë të lirë, Rhys. Pika e 5 të ti. Dy njën nga vija gjuajtjeve të lira. 3-2 tani. Sërish në avantazh Golden Eagle Yllit. Armstead. Malcolm Armstead i shkurtër me gjuajtje me topin në Larry Thomas. Arjan Çollaku, bukur shkon deri në fund, por jo dhe të realizoj aksionin anën tjetër. Ja, tentimin nga këndi, s'ka shënim nga Fletën. Armstead, cili huqi më herët në tentim për treshe. Tani heziton që të gjuaj. Është blokuar Malcolm Armstead nga Gzim Morina. Mbrojtje fort tani e Therandasve. Në gjuajtje një pasjeshme të gabuara nga lojtarët e Go plus 5. Ja, tani shënimi tjetër. Tridhjetë një me 35. Jemi në minutën e fundit të pjesës së parë. Fletën e cili realizon, mirë po të shohim. Njerë po shohim këtë shënim të Fletën,
Cili do tjetë në vjene gjyrive të lira. Ishte shënim e gamin personal, mirë po nuk realizon nga vija gjyrive të lira Fletën, që është në kotën e 4 pikve. Leri Thomas. Leri Thomas i sakt është Leri Thomas. 6 pikë të ti. Plus 4 për Golden Eagle Yllin. Musab Mala. Ja tani super aksioni e pejanve. Realizon Kerndon u asistuan nga Musab Mala. 26 sekonda 70%. Kam betur loj në pjesën e parë. Edhe njerë përshojmë këtë super asistim dhe ngulitjen e Herndon që ka tani 11 pikë të realizuara. Bëhet lojtari i parë që shënon pikë 2 shifrore në këtë ballafaqim. Kujtojmë edhe njerë të ndëruar shikuese Qereku i parë përfundoi me rezultatin 21-13. Go plus Peja në 10 minutën e parë ishte skuadër shumë e mirë, duke qenë vazhdimisht në avantazh. E përsia e Pejanve shkoi deri në plus 10, mirë po në Qerekun e dytë gjërat kanë ndryshuar. Tani gjithçka është duke shkuar në favorin e Therandasve, tek të cilët më efikasja shtërisë që ka shënuar 8 pikë e ka shtuar 5 kërcime. Jemi krejtësisht në finish të pjesës së parë. Bati seri prej 8-2 fillimisht Golden Eagle Ylli. Pastaj seri prej 7-4 për e përsin e parë. Leri Thomas. Qasën e fundit 20 minutit e parë të përballjes. Leri Thomas. Leri Thomas. Bashic provon nga distanca. Treshe Lovre Bashicit. Mbyllet pjesa e parë 40-35. Një qerek i dytë që i takoi krejtësisht të Randasve, të cilët realizuan 27 pikë, duke lejuar Pejen që të realizoj vetëm 14. E kështu falojës më të mirë në 10 minutën e dytë. Në pushim Golden Eagle Ylli shkon me e përsi prej 5 pike. Lojtari më efikas në pjesën e parë tek Golden Eagle Ylli është Riz që realizoi 8 pikë. Shtati shtoi kapiteni Gzim Morira, në anën tjetër tek Pejanët Herndon 11 pikë, 3 kërcime, ndërsa me 5 pikë luajtën Armstead e Dardan Berisha. Të ndëruar shikues, rikthehemi pas pushimit për përcjellur edhe pjesën e dytë.